Kosova ka humbur fonde të ndryshme ose është vënuar tazëm gjatë kësaj legjislature edhe kur ka pasur qeveri legjitime dhe legale. Domthonë është, nëse shohim programin legjislativ, 1/3 e projekt ligjeve që kanë ardhur deri më tani, pra deri në 250 ligje sa kanë shku për Kuvend Kosovës, janë 1/3 e tyre janë marrëveshje ndërkombëtare, të cilat janë kryesisht të financiare, kredite buta edhe me kohë të gjatë. Dhe gjatë kësaj kohe, qeveria ka qenë arrogante për marrjen e numrave në mënyrë që këto marrëveshje të miratohen me kohë. Pjesa më e madhe e këtyre ligjeve janë votuar ose kanë kaluar suksesshëm në tentimin e 4 të 5 që të hyjnë në fuqi, dhe për urgjencën e 2 marrëveshjeve nga plani i rritjes e ka ditur qeveria që nga viti i kaluar. Ka mundur ta bëjë, siç e thash edhe më herët, deri në kohën kur kuvendi ka qenë me mandat të plot deri me 22 mars 2025. Pavarësisht pse ne kemi shku në zgjedhje. Pra, nuk e ka parë vetë kryeministri Kurti dhe shumica parlamentare që ka ekzistuar në legjislaturën e 8 që të ndikoj që këto marrëveshje të vinë edhe para datës 22 mars 2025. Por në kohën, por tash me qenë se jemi në këtë kohë dhe me qenë se rrezikojmë të humbin këto fonde, siç e përmendi Çorolli, në shumën prej gati 800 milion eurove, atëherë mund të shkojmë me një urgjencë edhe me një marrëveshje politike të cilën partitë politike do duhet ta arrinë, që të prodhojë një qeveri teknike në mënyrë që vendi të mos kaloj ky vet pa këto marrëveshje, në mesin e tyre të votojë edhe një buxhet i lehtëshëm, një pagë minimale e lehtëshme, pensione të lehtëshme dhe kjo qeveri të shkojë deri në zgjedhjen e qeverie të re, e cila vjen pas zgjedhjeve të 7 ose 14 dhjetorit, kur të qoftë që ato banë. Pra ka një mundësi përmes një marrëveshje politike që prodhohet një qeveri teknike dhe që i kryen disa çështje, si ta them, deri në zgjedhjen elementare urgjente. Në mesin e tyre edhe disa çështje të tjera, të cilat do duhet të zbatohej legjislacioni në fuqi. Zotëri Çorolli, a mundesh më na shpjegoj pak buxhetin e vitit 2026, i cili është miratu? A është buxhet real? A është buxhet që thjesht... Realisht e pasha ditë ekspertin e kushtetuesës, njëkohësisht ushtruesin e detyrës, ministrit financave dhe deputetin e Republikës Sekuran Muratin, kur prezantoi një buxhet 4 miliard apo 3 miliardë 900 me centa, pastaj pjesën tjetër. Ato nuk janë centa, ato janë djersa e sektorit privat, ato janë mbushjet kapitale, për realisht e ka një matje të gabueshme. Realisht këta gabojnë për tu avancu me vënë, sepse këta e kanë ngrit një buxhet 4 miliard që në prill ta bojnë 5 miliardë e diçka. Sepse me punën e tyre është rrit buxheti për 1 miliard. E realisht është buxheti i mashtrimit, sepse buxheti i Republikës të Kosovës me mbushjet të cilat i ka paralajmëruar dhe janë planifikim duhet jetë 5.2 miliard. Edhe kur them 5.2 miliard, 3.3 miliard janë mbushjet që priten të mbushen llogarit nga doganat, që po citohet gjithmonë i suksesshëm, 3.3 miliard na vinë nga doganat, 1 miliard e 160.000 e kemi të pritë buxhetore. Kemi një varfëri të lartë, kurse neve na tepron buxheti 2025-s 1 miliard e 160.000, 160 milion nuk është prej keq. E kap inflacioni 4% për 3 muaj, 5% për 3 muaj, këto humbje nuk i merr parasysh as kryeministri dhe as ministri. Dhe kur ja shtojmë këto dyja, ne e kalojmë buxhetin cilën është paralajmëruar nga kryeministri dhe ministri. Vetëm 3.3-shin me 1.1, vetëm të hyrat që i kemi pas në 2025 dhe mos shfrytëzimin e buxhetit 2025 që kalon për 2026, ne i kemi 4.4 miliard. Duke mos harru që 500 milion na vinë nga pjesa doganore me hyrje, borxhet nga BÇK-ja apo kredite këqija, fitimet nga kredite qytetarëve që mbushin llogarit, edhe 3 milion na vinë nga trustit dhe 600 milion na vinë nga Kesko.
që janë për tatimet nga pjesa energjisë elektrike. Domthon, buxheti i Republikës të Kosovës për 2026, nëse kanë vesh edhe sy, këta qytetarë ta shohin edhe këtë mashtrim, është 5.2 miliard. Dhe sipas kësaj llogaritje, nëse rritja e buxhetit ka kapacitet me 3.8, siç është paralajmëru, sepse këta e kanë paralajmëru 4.4, unë ju kom thonë asnjëherë nuk do të prekën në 3.6. Sot, në këtë muaj kemi mrit në 3.1. Ka qenë 2.9 para 60 dite, tash jemi me 3.1. Domethënë na nevojiten edhe 3 muaj që të mrinë të 3.6, po asnjëherë të 3.9%. Dhe nëse kemi një buxhet të cilën ne paralajmërojmë 5.2 miliard, me një rritje ekonomike 3.8, atëherë ne kemi kapacitet për rritjen e pagës minimale vetëm 65 euro në vit. E kuptove? Dhe paga minimale nuk guxon ta kaloj 450 euro me buxhetin e 2026. Dhe kur e gjejmë pagën minimale, dhe kur e gjejmë buxhetin e Republikës, dhe kur e gjejmë rritjen ekonomike, atëherë i gjejmë edhe shtresat e rritjes pensioneve. Paga minimale paralajmëron që diçka, që qytetari deri në atë pikë ka komoditet, të veproj, të ushqehet, të punoj. Dhe ne si ekonomista ulemi dhe godasim me përqindje. Asnjëherë paga, asnjëherë pensioni i kontributës nuk guxon të jetë më i vogël se 25% pagës minimale. Ku bjen me kuptu që pensioni me këto kushte duke marrë inflacionin vetëm deri në 5%. E kalon mbi 5% këto bin. Domethënë ne duhet të luftojmë që ta mbajmë inflacionin 4 deri në 5% me këtë import të lartë, sepse importin e kemi të rritur 100%, kurse eksportin 1.2%. E kuptove? Domethënë çdo shtesë që ndahet 50 euro, 100 euro, pensione nga 100 euro së ndahet 80 shkojnë për blerje të produkteve jashtë vendit, veç 20 nalen për produkteve Kosovës. Domthon paga, pensioni minimal, kontributës duhet jetë 335 euro. Kurse ajo i moshës nuk guxon të jetë më ulë se 35% të pagës minimale, ku mesatarja përballuese e një të moshuarit, ju kontributës duhet jetë 270 euro. Jo 150 euro. Po kjo është edhe një ngecje që nga viti 2008 janë rrit pensionet, pagat jo. Pagat janë rrit pensionet jo. Pagat janë rrit pensionet jo. Dhe kjo është kriju kjo vakumi 150 euro diferencë, apo 160 euro. Domthon sot një më shumë duhet t'i merr minimal 270 euro, nëse ne kemi një inflacion vetëm deri në 5%. Kurse koeficienti i pagës nga 190 euro, kur e dim që kemi pas një rritje buxheti në vlerë 1.3 miliard, për dallim me buxhetin e 2025-2026, atëherë kuptojmë që koeficienti i pagës për vitin që hymë në 2026, shteti mundet me garantu një rritje në 14,60 euro. Këta e proklamojnë si 15 do t'jetë një luftë e mirë, po të rritet koeficienti për 15 euro në 2026, po ajo mesatarje që nuk do t'a dëmtonte buxhetin është 14,60 euro, nga 190 euro do t'jetë 124 euro, nëse institucionet kanë proklamu një buxhet original cilën edhe garantojnë edhe të hyrat. Por jo ta kemi një shtrirje. Kur themi pse ne jemi të suksesshëm, ne duhet t'i tregojmë qytetarit se kjo qeveri ka marrë në 2020 inflacionin me 0.2. E ka dërgu në 2021 me 3.3, 2022 11.6, 23 me 4.94, 24 1.6 dhe 2025 ta nuk mund të ta mbyll në 3%.